2 prilli njihet si dita botërore e ndërgjegjësimit ndaj autizmit dhe është caktuar me një rezolutë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 1 nëntor të vitit 2007. Fatkeqësisht nga viti në vit rastet me këtë çrregullim neurobiologjik kanë ardhur në rritje dhe kësaj panorame nuk i ka shpëtuar as vendi ynë. Ndonse profesionistët e fushës dhe të shëndetit rendisin disa arsye që kanë çuar në këtë rritje shifrash, sërish kaqet e vërteta mbeten të panjohura. Megjithatë, shkenca sot ka ecur dhe ka përparuar natyrisht disa mite që ekzistojnë në popullat, do duhet t'i flasim edhe sot. Po për të parë ndjes më shumë informacion, kemi të ftuar në këtë mëngjes neuropediatrin Migena Kika. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, kënaqësi që kemi. Flasim për një trend rritës, po si është vërtet situata? Në fakt kështu është, shifrat shkojnë gjithnjë në rritje. Prevalenca, pra shpeshtësia e çrregullimit në popullat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportohet 1 në 36.000 dhe është në fakt një prevalencë që është i takon vitit 2020, pra janë vlerësuar grupe fëmijësh të vitit 2020 të moshës 8 vjeçare, ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë jep një shpeshtësi këtij çrregullimi në popullat 1 deri në 2%, pra 1 deri në 2 fëmijë në 100 fëmijë janë me çrregullime të spektrumit autizmit, që është një shifër jashtëzakonisht e lartë. Nuk ka të dhëna të sakta fikse për Shqipërinë, por për arsye se është një çrregullim i cili prek çdo. Pra, gjithkujt mund të ndodhi në familje që të ketë një fëmijë me këtë çrregullim. Nuk ka ndonjë lloj diferencë midis popullatave të ndryshme, midis mënyrës së jetesës, midis mënyrës së prindërimit, midis nivelit të zhvillimit intelektual të prindërve, pra nuk ka faktorë të tillë. Pra dalim tek shkaqjet e panjohura, pra sigurisht. Ky është një problem i madh. Është një problem i madh jo vetëm për shkak të numrit shumë të lartë të fëmijëve që kanë këtë çrregullim dhe sigurisht që do duan mbështetje, pra ti do duhet ta marrësh këtë fëmijë dhe ta mbështesësh nëpërmjet metodave të ndërhyrjes, sigurisht janë të tipit të ndërhyrjes terapeutike dhe behaviorale dhe kërkojnë orë dhe orë të tëra terapie, por njëkohësisht duke qenë një çrregullim me shkaqe të panjohura, ka problematika edhe me pjesën e pranimit të diagnozës nga ana e prindërve, ka njëkohësisht dhe problematika në lidhje me shkaqet sepse mund të akuzohen faktorë të ndryshëm, të cilat pastaj na bëjnë që siç janë për shembull vaksinat, që të jemi në një farë mënyre edhe një çik skeptik për sa i përket pjesës së vaksinimit në popullat, gjë që po shihet edhe në Shqipëri, por sigurisht edhe në vende të tjera të botës. Po kjo është shumë e rëndësishme kjo e vaksinave, sepse është miti kryesor që ekziston rreth autizmit, pavarësisht të tjerëve. Si qëndron përgjigjja e shkencës sa i përket vaksinave dhe ka me 10 studime të cilat nuk kanë gjetur një lidhje midis shkaksore, por as rritje të faktorëve të rrezikut, pra duhet bëj diferencën midis këtyre të dyave, për sa i përket autizmit dhe lidhjes me vaksinat. Ama ka gjithnjë më shumë prindër të cilët janë skeptik për vaksinimin dhe për të aplikuar vaksinën ndaj fëmijëve të tyre. Një pjesë e tyre për të gjitha vaksinat dhe pjesa më e madhe e popullatës dhe e prindërve edhe në Shqipëri për sa i përket vaksinës mos është 1 vjeç. Vaksina që MMR, si quhet ndryshe nga akronimi në anglisht. Fruthi, rubeola dhe parotiti. Në fakt edhe në kontaktin e përditshëm me prindër, në jetën e përditshme, një pjesë e madhe e prindërve refuzojnë ta kryejnë këtë vaksinë fare, pra nuk vaksinojnë fëmijët kundrejt fruthit, një pjesë e tyre që mund të jetë vdekje prurës për një fëmijë. Jo, mund të jetë po është vdekje prurës në një pjesë të madhe të rasteve dhe këtë na e tregoi shpërthimi i rasteve me fruth në Teksas. Në Teksas. Ka edhe në Shqipëri ka raste fruthi tani që flasim, po. Po, janë disa raste me fruth edhe në Shqipëri. Që ti të kesh një mbulesë në popullat, pra ti jesh i mbrojtur nga fruthi, duhet një mbulesë vaksinale mbi 95%. Ndërkohë në Teksas, për shkak të refuzimit të prindërve për vaksinën, mbulesa vaksinale ka qenë diku te 82% dhe kjo bëri që të kemi shpërthime të rasteve, 2 nga të cilat 2 raste në dijenin time ka mësuar fëmijët kanë vdekur, pra kanë humbur jetën dhe njëra nga të paktën me çfarë kam lexuar në rrjetet sociale nga prindërit e këtyre fëmijëve thotë që nuk është ndonjë problem i madh që kaloi fruthin apo humbi jetën nga fruthi, problem do të ishte nëse do të kishte kryer vaksinën sepse fruthi është i mirë. Kemi harruar se çfarë janë sëmundjet vdekje prurëse. Nuk kemi një përgjigje konkrete fikse për sa i përket shkaqeve dhe faktorëve të autizmit. Dua të them vetëm një gjë, sigurisht që nuk ka një shkak të vetëm dhe është një çrregullim neurobiologjik, siç e tha dhe juve, kompleks. Çfarë do thot kompleks? Është një gërshetim i faktorëve gjenetik,
të cilave po I vihet theksi gjithnjë më shumë kohë të fundit, kombinuar me faktorët ambiental duke filluar nga ndotja e mjedisit, ndotja e ajrit, sepse fakti që ka dhe një trend rritës do thotë që këto elemente përkeqësojnë. Trendi absolutisht po dhe trendi rritës mendoj që është edhe për shkak të këtyre faktorëve, pra kombinimit të faktorëve të ndotjes ambiental apo faktorëve të tjerë që janë në lojë, edhe për shkak të rritjes së ndërgjegjësimit përsa I përket këtij çrregullimin popullat dhe njohjes dhe diagnostikimit gjithnjë më shumë. Për vaksinën MMR, do thoja edhe diçka tjetër. Vaksina MMR prindit vinë dhe thonë nuk e bëj vaksinën sepse vaksina e frutit ka mërkur dhe është pikërisht mërkuri që më shkakton autizmin tek fëmia im. Në fakt vaksina e frutit në çfarëdo lloj forme që është prodhuar deri më tani kudo në botë, është një vaksinë që për shkak të mënyrës se si është e ndërtuar, është një vaksinë me virus të zbutur, që do të thotë nuk ka si të ketë timerosalin të konservusin e mërkurit. Pra nuk ka metale brenda. Nuk ka mërkur. Roberto Burioni, që është një virolog italian, një nga më të famshmit dhe më të shkencëtarët më të dëgjuar, thotë që të mendosh dhe të thuash që vaksina shkakton autizmin është njësoj si thuash që toka është e sheshtë dhe nuk është e rrumbullakët. Janë bërë shumë studime, 10 studime dhe nuk kanë gjetur një lidhje edhe midis vaksinës së frutit dhe autizmit. Dhe në një pjesë të këtyre studimeve janë marrë dhe janë parë fëmijët të cilët vaksinën e frutit e kanë aplikuar në një moment të dytë, diku nga mosha 14-15 muajsh, janë parë videot e ditëlindjeve të para të moshës 1 vjeç retrospektivisht dhe profesionistët mjekët që merren me problemet e autizmit kanë parë në fakt që ishte aty, pra ishte shenjat ishin para vaksinës, klinike edhe përpara vaksinimit. Sido që të jetë, unë po marr një shembull tjetër, po prap nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse sigurisht I marrim informacione nga aty ku ka informacion se ka studime dhe mund të jetë aplikuar edhe këtu. Administrata e Trumpit dhe sigurisht vendosja e Robert Kennedy në krye të një sektori që merret me shërbimet për pjesën e shëndetit dhe njerëzve, ka vendosur që në fakt të rishikoj dhe një herë, pra të rishikoj lidhjen midis vaksinave dhe autizmit dhe ka rekomanduar qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve CDC në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ta shqyrtoj, pra të mos lër gur pa lëvizur për të parë nëse vërtet ka një lidhje midis vaksinave dhe autizmit dhe pikërisht jo vetëm por edhe popullatës në përgjithësi, sepse sado që ne mund të dalim dhe të flasim dhe themi që shiko se nuk ka një lidhje, prindi duke qenë se frika ndaj autizmit është kaq shumë e madhe, sigurisht që në fund ditës do të jetë skeptik. Pra do të jetë skeptik për pjesën e vaksinimit. Dhe ka të drejtë jetë se është në pozicion mbrojtës ndaj fëmijës. Dhe sigurisht që duhet edhe një përgjigje përfundimtare për këtë pjesë. Një pjesë e profesionistëve shëndetësor po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga FDA apo nga organizma të tjera, përsëri e quajnë një lloj budallëku, po themi në thonjza që të çohen burimet njerëzore dhe financiare drejt ulumtimit të lidhjes midis vaksinave dhe autizmit, sepse e quajnë tashmë një çështje të kaluar.